Zana Filla, kapitulli 22. Mbas këtyre gjërave, Perëndia e vuri në provë Abrahamin dhe i tha: Abraham, ai u përgjigj: Ja ku jam. Dhe Perëndia tha: Merr tani birin tënd të vetëm, atë që ti do, Isakun, shko në vendin e Moriahëve dhe ofroje si holokaust në një nga malet që do të tregoj. Kështu Abrahami u ngrit herët në mëngjes, i vuri Samarin gomarit, mori me vete 2 shërbyes dhe të birin Isak dhe çau dru për holokaustin. Pastaj u nis drejt vendit ku i kishte thënë Perëndia të shkonte. Ditën e tretë, Abrahami ngriti syt dhe pa së largu vendin. Atëherë Abrahami u tha shërbyesve të tij: Rini këtu bashkë me gomarin, unë dhe djali do të shkojmë deri atje dhe do të adhurojmë. Pastaj do të kthehemi pranë jush. Kështu Abrahami mori drut e holokaustit dhe i ngarkoi mbi Isakun, birin e tij. Pastaj mori në dorë të vet zjarrin dhe u nisën rrugës që të dy. Dhe Isaku i foli atit të tij Abraham dhe i tha: Ati im. Abrahami u përgjigj: Ja ku jam, biri im. Dhe Isaku tha: Ja zjarri dhe drut, po ku është qengji për holokaustin? Abrahami u përgjigj: Djali im, Perëndia do ta sigurojë vetë qengjin për holokaustin. Dhe vazhduan rrugën që të dy bashkë. Kështu arritën në vendin që Perëndia i kishte treguar dhe atë Abrahami ndërtoi altarin dhe sistemoi drut. Pastaj e lidhi Isakun, birin e tij, dhe e vendosi mbi altar si për druve. Pastaj Abrahami shtriu dorën dhe mori thikën për të vrarë të birin. Por ëngjëlli i Zotit thirrri nga qielli dhe i tha: Abraham, Abraham. Ai u përgjigj: Ja ku jam. Ëngjëlli i tha: Mos e zgjat dorën kundër djalit dhe mos i bëj asnjë të keqe. Tani e di mirë që ti i trembesh Perëndis, se nuk më ke refuzuar birin tënd, të vetmin bir që ke. Atëherë Abrahami ngriti syt dhe shikoi. Dhe ja, prapa atij një dash i zënë përbrirësh në një kaçube. Kështu Abrahami shkoi, mori dashin e tij dhe ofroi si holokaust në vend të birit. Dhe Abrahami e quajti këtë vend Jehova Jire, prandaj dhe sot e kësaj dite thuhet: do të furnizohet mali i Zotit. Ëngjëlli i Zotit e thirrri për të dytën herë Abrahamin nga qielli dhe tha: Unë betohem për veten time, thot Zoti, se ti e bëre këtë dhe nuk kurseve të bir, të vetmin bir që ke. Unë me siguri do të bekoj fort dhe do të shumoj pasardhësit e tu si yjet e qiellit dhe si rëra që ndodhet në brigjet e detit, dhe trashëgimtarët e tu do të zotrojnë portat e armiqve të ti. Dhe tërë kombet e tokës do të bekohen te pasardhësit e tu, sepse ti u binde zërit tim. Pastaj Abrahami u kthye te shërbëtorët e tij. Ata u ngritën dhe shkuan bashkë në Bersheba, dhe Abrahami zuri vend në Bersheba. Mbas këtyre gjërave i thanë Abrahamit këtë: Ja, Milka i ka lindur dhe ajo bi Nahorit, vëllait tënd, Uzi, dhëndri i tij i parë, Buzi vëllai i tij, Kemueli, babai Aramit, Kesedi, Hazoi, Pildashi, Jildafi dhe Bethueli. Dhe Bethuelit i lindi Rebeka. Këta 8 bi Milka i lindi nga Nahori, vëllai i Abrahamit. Konkubina e tij, që quhej Reuma, lindi dhe ajo Tebahun, Gahamin, Tahashin dhe Mahakun.